Këtë gojtë miletit e keni vendosur ju, pas jeni pikërisht ju që e keni zgjedhur temën që unë do të trajtojmë. Ju lash 3 opsione. Do të flisja për Big Brother Kosova VIP 4, për ndarjen në thojza të Sarës dhe Bardhit dhe për deklaratën e Mike që duhet dëgjuar. E ju, me shumicë vote, shkuat tek drama, shkuat tek thashe themi, shkuat tek lajmi për një ndarje të mundshme midis Sarës dhe Bardhit. Por fillimisht do të lexojmë një status nga ku u frymëzua ky lajm që mori dhe në portale. Çfarë ka thënë Sara? Sara Gjordeni në një Insta story ka shkruar që natyra njerëzore është e tillë që paqja gjen vetëm tek qetësia, e tillë është edhe kjo periudhë për mua. Do pësoj më rrallë, ndoshta as pak derisa të gjej sërish arsyen dhe rrugën e dur drejt shumë gjërave që më takojnë t'i di, t'i njoh. Gjëra të cilat nuk do doja t'i ndaj me ju në këto momente. Nuk dua intervista, nuk dua pyetje, dua vetëm mirëkuptimin tuaj të gjithë juve. Ju dua si gjithmonë, Sara. E moj Sara ç'bëre? E bëre një tullusu në portale, e sigurisht që ndarja së pozuar midis saj dhe Bardhit ka marrë jehon dhe është diskutuar. Mund të kemi një krisje, mund të kemi një ndarje, mund të kemi një moment të vështirë, por sigurisht duke qenë figura publike, fatin e keq e kanë që çdo gjë që ndodh në jetën e tyre bëhet publike, komentohet në portale dhe në emisione. Sigurisht që Sara dhe Bardhi, siç e kanë përmendur edhe në videot e tjera, janë komentuar shumë, janë gjykuar shumë, janë paragjykuar shumë si gjatë njohjes lidhjes së tyre në Big Brother, edhe më pas me lajmin që në jetën e tyre do të vinte një fëmijë. Edhe pasi fëmia erdhi, sigurisht që lajmet negative nuk munguan për çiftin, por kohët e fundit kanë parë një lloj qetësie, por me sa duket situata nuk duket e mirë. Ka ndarje, mund të ketë dhe ndarje. Pa diskutim, jemi njerëz të gjithë, përpos figurave publike në jetën e tyre të përditshme, ata janë njerëz që përjetojnë zhgënjime, që përjetojnë ndarje, që përjetojnë lëndime, që përjetojnë dhe gjëra, siç i përjeton një qytetar që nuk e ka postulatin edhe titullin e një figure publike dhe që nuk është ndonjëherë i detyruar që të ushqejë pikërisht këtë media për konsumum të përditshëm të jetës së tij personale dhe private për ta hedhur në tabloidet e portaleve që nuk janë aq miqësore, që qimen e bëjnë tra. Por sigurisht duke lexuar këtë status të Sarës, shikohet që ka një lloj gërçi në marrëdhënien e saj me Bardhin, edhe pse gjatë verës i kemi parë suportues të dyve karshi punët që kanë bërë, por tani më që Sara nuk është më pjesë e ekranit, ndoshta do ta shikojmë në fillim të vitit 2026, nuk e di se ku, por e kam një lloj ndjesie që do ta shikojmë sërish në ekran, pasi është një personazh që ekrani e do dhe kamera e përthith të gjithë mirësinë dhe mesazhet e bukura që ajo ka ndarë dhe në emisionin që ka pasur në E Diell, Djalë apo Vajzë, ku tregoi edhe një anë tjetër të ndjeshmërisë apo edhe të një lloj moderatore që edhe përpara Big Brotherit e ka ushtruar si profesion, por fatkeqësisht në këtë shoqërinë tonë harrohet çka bën, por vetëm mbahen mend ato gjëra më të bujshme, qoftë edhe për personazhe të tjerë që arrin në syrin e publikut dhe mbahen mend për shkak të skandaleve. Sara është një vajzë që flet troç. Sara është një grua që të gjitha sulmet mediatike që ka marrë i ka kthyer me emër dhe me mbiemër, por kësaj herë po shikoj një lloj qetësie, një lloj reflektimi edhe një lloj pauze që për mua është me vlerë. Nuk mundet që të hedhësh çdo gjë në tregun e konsumit të medias, familjen tënde gjën më të shenjtë dhe për mua të dy, Bardhi dhe Sara, po tregojnë një lloj maturie dhe po tregojnë një lloj qasje pozitive në këtë aspekt të tyre me media, duke mos u bërë konsum, duke mos u bërë ose të shkojnë në gojën e ujkut, përsa ka ato të dy kanë qenë të komentuar, të gjykuar dhe shumë të paragjykuar, e tani duke e mbrojtur raportin e tyre me fanatizëm duke mbrojtur raportin e tyre me fanatizëm si në Big Brother dhe pas Big Brotherit në këto 2 vite, padyshim që marrëdhënia e tyre mund të ketë lëkundje dhe mund të ketë, le të themi, pikpyetje që të dy ata i dinë, përsa kohë nuk vendosin që t'i ndajnë me publikun, do të kuptohet thjesht në këto reagime që do të kenë në rrjetet sociale, edhe pse Bardhi nuk është një personazh që ndan shumë nga ndjesitë
e tia me komente apo me postime në Insta Story në kundërshtim apo në krahas asaj që Sara her pas here ka bërë, siç është edhe ky status që ka mjaftuar për të bërë lajme dhe për të shpërndarë në portale. E nëse do të ketë një ndarje, padyshim që nuk është diçka e bukur që të ushqehet media me këtë lloj dëshire për të pasur çka të komentojnë, pasi do t'i bëhet qefi gojeve të liga që nuk e kanë dashur çiftin që të jetë bashkë, nuk e kanë dashur që Sara dhe Bardi të kenë një vjushmëri të raportit të tyre, dhe pse kohët e fundit kur kishte edhe ditëlindjen motra e Bardit, Sara ndau një dedikim të bukur. Nuk e di nëse është një ngacmim për të parë temperamentin dhe për të parë se ku janë ata të dy, pra për të provokuar mediat për një ndarje të supozuar, apo realisht midis tyre ka një krizë dhe ata po shikojnë që të gjejnë ndoshta rrugën për të ecur përpara dhe të mos u bërë peng i një krize që mund të lëndoj ata të dy, për mos së shumti mund të lëndoj dhe vajzën e tyre, e cila është ende e vogël. Histori që janë krijuar në Big Brother kanë treguar që ka një lloj euforie kur dalin nga e shtëpi e famshme, pasi edhe mënyra se si lidhesh në atë shtëpi është e çuditshme, e thënë kjo edhe nga personazhet e tjerë, dhe jo të gjitha personazhet që dalin çift nga ajo shtëpi kanë pasur një gjatësi të raportit të tyre, por ka dhe ata që janë bekuar me fëmijë edhe e vijojnë këtë raport. A do të jetë i njëjti fat për Sara dhe Bardin, pra që rrugtimi i tyre me kaq shumë përpjekje, me kaq shumë luftë mediatike dhe me kaq shumë trysni të keqe do të jetë drejt kësaj rruge që unë flas për t'i dhënë fund gjithçkaje, apo kjo krizë do të kalojë dhe do të shikojmë sërish si një familje siç kanë qenë të lumtur, edhe që kanë dhënë atë energjinë dhe vibin e bukur. Padyshim që portalet do të jenë në fokusin e atyre çka Sara do të postojë në Insta Story, pasi siç e përmenda është një personazh që flet pa doreza, pa filtra dhe nuk ka frikë të thotë të vërtetën e saj, edhe pse kjo mund të kushtojë në raportet që ajo ka jo vetëm me partnerin e saj Bardi, por edhe me personat e tjerë, por njëri kaq i drejt për drejt si ajo për mua vlen për të përmendur dhe për të vlerësuar gjithë qasja që ka pasur ajo si personazh dhe ajo çka duhet të japi një personazh për publikun që e ndjek dhe për publikun që e pëlqen. Në pyetjen që unë bëra të tre temave, thash që kam diçka ekskluzive. Ekskluzive besoj që e morët me mend se kush është, pra pohimi që ka një krisje apo ka një moment jo të mirë në këtë çift që u lidh në sy të publikut, e jetoi dashurinë, por edhe ardhjen në jetë të vajzës së tyre të vogël Nea u bë në sy të publikut, ku kishte shumë paragjykime, ai sa i numëronin edhe si kur u ngjis ky fëmijë në këtë mënyrë edhe në këtë formë kaq denigruese shkoi shoqëria jonë. E ja ku jemi sot, uroj që zemrat atyre që kanë komentuar keq të mos ngrohen nga një lajm që ndoshta mund të jetë momental apo thjesht një karem për të parë se ku janë ata të dy, por nuk besoj që Sara dhe Bardi do të luajnë me njëri tjetrin, do të hedhin familjen e tyre në konsumin e përditshëm të portaleve që rëndom të krijojnë personazhe nga hiçi dhe jo personazhe dhe të një mos ekspozimi të kajshëm dhe të panevojshëm për të bërë konsum i diçkaje që do të prish punë ty dhe thjesht do të dhurojë një vëmendje momentale e cila nuk është e vlefshme për dy personazhe që kanë krijuar një familje. Kjo ishte edhe Gojët Miletit, dhash mendimin tim për këtë situatë. Mos harroni të bëni subscribe kanalit tonë Koha Jo në YouTube.